Allah shpërblet të hoqë pyetja fundit. Selam aleikum hoqë, Allah shpërblet për ligjëratën. Nëse një djalë i ri ka shpresë që do të martohet dhe i ruhet mëkateve, agjeron për të bërë mëkat, dhe në fund des beqarë çfarë shpërbimi ka tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu shpërblet. Inshallah në vdesni i tij, aleikum selam wa rahmatullah. Herë në gjithë Ramazan, namaz travive, namaz të vitrit, e ku pas se në gjithë martesa është më e vështirë se sa të na. Njerëzit i bojnë bumakia 30 vjet, edhe është normal që s'ka mund të martue, edhe kontrollat e vlerës edhe vetë është alo normal, për shkak se lypen shumë kushte derisa martohen. Tash ata deri ti bojnë çato kushte, vetë është pak e vështirë. Edhe të na është begati, vallahi falëndrimi takon Allahu subhanahu wa taala që është shumë lehtë më martu. Qaq është lehtë edhe e ka bëu Allahu subhanahu wa taala lehtë, shumë njerëz edhe këshpërdorin këtë lehtësi. Edhe vallahi kur i këshpërdorin njerëzit begati te Allahu, ka frikë që Allahu ja kthen pasaj vështirësinë. Edhe një aty afër namaz vitrit me këtë do, o Allah mos ma më shpirtin pa martu. Edhe ore me ta inshallah qëtina, Allah nuk ja më shpirtin pa martu. Normal se ka shpërblimin, inshallah për sabrin, për agjerimin, për gjitha. Por, s'ka hu kur gjë se nuk u po kiameti edhe me ndekë pa martu.